Kosharës. Po rënjën e Abastoqet e kujtojmë shumë, se ka qenë djali i fortë, ka qenë djali i guximit, ka pas përvojë shumë të mëdha në Kroaci, ka qenë tamam oficer i përgatitur direkt për luftë për ushtrinë shqiptare të Kosovës. Na ka rarë raste përforcime shpesh ku shkojshëm pesë, na kena pas pikën për foni Rosës, për foni Koshorës, Kasonës Koshorës, edhe shkojshëm shpesh për forcim Ros Zogut atje, bili ku shkojshëm ka 2 orë, do të me shkue, vike komandanti batalionit, na jep ke urdhën, dhe ke do të me shku në bjeshk atje në altë, se do me ro Rosa Zogut, kur bje Rosa Zogut, bje krejt Koshore. Do të ka 2 orë, në Borë, në Ftëft, në Lëq, për me shku atje bilit, lagës të rrugës i zatetshëm, besa kishë raste vdektit dilëshin shuk që i bojshin të rjekë shëknej, na ishëm anejnaj, ato kanë qenë momentet shtira, për Abastoqe është njëri historik, si kur për mu është, si kur me thonë Tajrë Meja, Ahmet Delia, e Femilla Druvci, e që rangut nërt. Abastoqe është për mu që shka dushpe. Aruqi, kur ishte momenti pra që ra Abastoqe, pra aje është një prej komandantëve që mas Agim Ramadanit e Sali Qekajt ishte figura markante luftari i shquar i Kosharës? Në momentin e ramjes nuk kam qëllua të ofer, të të full drejt, po që shkom dëgju pe aty në shokë, që shkom dëgju tenka i ka hyp për mirëv, edhe Abastoqe nuk e ka lëshu rrugën. Do më thonë, që ka qeni vendost, e ka pos djali hakikat, direkt për këtë vend me vdek, për më në orë neve liria. Kem respekt veçant për Abastoqen. Deri kur, Aruqi, po do t'ju pyes pra se ne gjithmonë Kosharën e kujtojmë pra e nisim herët në 9 prill, pra kujtimet për të. Mirë, po deri kur zgjati betejë në Kosharë, fundi i majt, mesi i majt, a kishte betejë të ashpër në Kosharë? Po, unë e kam qenë atje, do më që ata mujë që kem qenë atje në Kosharë, kur, do më vesh të mi, pa krisma, nuk gjithmonë ka pas krisma, gjithmonë ka pas luftime tashpra. Po dhe humbjet e sërbë kanë qenë, shumë noje kanë qenë, normal se kena do komandante, do ushtore, i kena lo, po humbjet e tyne kanë qenë shumë noja, si ata e qujnë të meri Kosharës e qujnë sërbë, do më se kanë pas shumë humbjet noja. Se atje kishëm armatim, furnizimi ka qenë edhe për Shqipëri, edhe knejnaj peri Kosovës, do më që kjo ka shku mirë, do më thonë që humbjet nonën e sërbë kanë qenë shumë atë moja se në humbjen e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Dhe po do të pyesë për një gjë, Aruqi, pra çfarë motivi u jepte ushtrisë shqiptare të Kosovës fakti që një luftar si Abastoqe ishte duke luftuar aty në Kosharë? Mu më karon për forcimi kujna shku të Abastoqe, po më karon edhe të Gjemal Fetoje. Veç ta djenë bindu që janë konë përgatit direkt për me vdek, për me na orë neve liria. Direkt e kanë pos me zemër kështu hakikat, trimat vërtet, që të pale kundun janë konë, vetëm me luftu e me na orë liria, ta kanë qenë qësi rongë. Dëtë kanë qenë që i kumë njuftë, personalisht i kumë njuftë, edhe Gjemal Fetojen, edhe Abastoqen. I motivonin luftarët? Po, i motivonin se kanë qenë përgatitur, edhe ushtarakisht kanë qenë përgatitur, kanë qenë djemë që doshtën me ushtarë, kanë qenë shumë tofer, pa pik mendje mollë e heq, do me dhonë aty në interesoj ke vetë qysh me shkatruar mikun. Edhe, në fond, djetë si trimat përfundojnë nashta edhe me vdekje, po qëllimi kam rri, liria na ka ardhë, falë gjoku të këtyne djeve që kanë derë për Kosovë, nasë të gëzojmë lirin. Edhe une që gjindëm këtu, po edhe ju që jene atje, sa ma shumë të nderojmë, të respektojmë, se unë e di në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, çfarë respektit malë kanë luftarët atje, do më thonë, çka dush është luftarit, do më për atë vend, kategoria ma e vleshme e vendit vetë. Shkurtimisht, Aruqi, po do t'i pyes, a respektohen sot pra këto figura markante, si që është rasti i Abastoqet, sa duhet në Kosovë? Qëre, unë do me full veç pak drejtë, se në politika ka mërzime hije, veç që ke po Albini, ku ja baj kera mushët, që ke po së obligim, do më për atë dhej. E pse ti Albin se po të obligim vlovën, si kur a mushin kra, mi qunë Shqipni në përbore, në përshije, plagës, dekt, mi bojë, pse ti se po të obligim? Po nuk po di, dhe këta dhëtë me full. Edhe familja dejme ta, ka pos në obligim që ka o kajtë familjena? Po, këta dhëtë mi shmuë, mi respektue, nashta në tonë e këna pos në obligim. Po, bilis poku mi respektu, kërejt, do me thonë, këta figurat janë matë dhe vleshme që ta të ushtrisë lirëtore, këta nuk banë me ofendue, nuk banë nas një folë, se këta janë pjesë e lirisë, si në kam pru lirin. Lisë që nga bime me bo këta, pe do të me deshtë, mushën e, thoqën e,
Krejt këta ka Drine, Recepin, Jakub Krasniqin, se këta janë pjesë e lirisë, ta që na kanë për lirin. Edhe rasti aty në Haga tjena, do të më quj Madhi Vogël, Kosovë Shqipëri, do të më quj në kom, e me nxjerr ata djem atje që sikur Ismail Qemoli që ka shpoll pavarësinë e Shqipërisë, që ashtu më thonë që e ka shpoll, është figurë emblematike e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Masat dhe mjashort me janë, për mu vjen Hashim Thaçi, do më që ka janë këtë frym të lirisë tonë kombit. Aruqe, të falenderoj shumë për kohën që gjetë të lidhëshë drejt për drejt në M5. Respekt, e ka lufshi mirë, e zdo t'ju rujtë.